Në Shqipëri ka 1.025.000 mjete rrugore në qarkullim. Nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, rezulton se numri total i mjeteve ka pasur një rritje 9%, ndërkohë që regjistrimet e reja kanë shënuar gjithashtu rritje. Në raport me popullsinë rezidente, statistikat tregojnë se janë 435 mjete për 1.000 banor. Sipas kategorisë, autoveturat përbëjnë 81% të mjeteve gjithsej, të ndjekura nga motorët me 6% dhe automjetet për transport të përzier po me 6%. Tirana zë peshën më të madhe me 35% të mjeteve gjithsej, ndjekur nga Durrësi me 14%, ndërkohë Gjirokastra dhe Kuksi ka numrin më të ulët mjeteve, përkatësisht me 2.2% dhe 2.4%. Gjatë 3 mujorit të fundit janë regjistruar për herë të parë rreth 26.000 mjete, nga të cilat 82% ishin autovetura. Sa i përket markave më të përhapura, Volkswagen ruan vendin e parë me 20%, i ndjekur nga Mercedes-Benz me 17%. Dominimi i këtyre markave lidhet me çmimet konkurruese të modeleve të përdorura, pjesët e këmbimit që gjenden më lehtë dhe pasionin e ruajtur ndër vite.